Demokracia që do të thotë vërtet qytetarët të kenë kontroll mbi makinën shtetërore, nuk u realizohet kur qytetarët shqiptar thjesht votojnë sundimtarët e tyre. Në një garë që do të shohim të gjithë që është vetëm gjashtë pandeshë, por nuk është as zgjedhje, sepse nuk ka zgjidhje. Jo më kot totalitarizmi i ri, shfaq një lloj si totalitarizmi i vjetër. Pra gjithë diskutimi bëhet brenda këtij sistemi, një lloj komunizmi, pra nuk mund të dalësh kundra këtë, pra ta diskutosh komplet në një lloj njohurie tamam revolucionare kuptimin e Kopernikut, pra të mendosh diçka tjetër nga jashtë këtij sistemi. Prandaj quhet totalitarizëm dhe të gjithë faktorët ekonomik, politik, mediatik janë mbërthyer tashmë brenda këtij sistemi dhe kanë vështirë dhe të dalin, duke parafrazuar emrin e një autori, nuk po i them emrin sepse për konsciencën historike shqiptare, do të mund gjallë reagim, por është detyrë e çdo lloji intelektuali dhe e filozofisë në përgjithësi që të dalë përtej asaj që është obvious, që është e dukshme, dhe të deshifroj situatën, sepse pa një diagnozë të qartë nuk mund të ketë as dhe një prognozë të qartë. Ne të punë me një modesti kur nisëm në fillim, shumë kush ka qenë skeptik kur ne fillon të gjë, sepse këtu është kur anormale bëhet normale, kur ti flet për gjëra normale duken sikur janë ideale pastaj. Edhe na duket që gjithë çuditshëm në media kur dilin në fillim, se pastaj na mbyllën mediat edhe sot ne kemi njoftuar nuk vijnë. Pra media duan një ligjërat që është brenda sistemit dhe aktorë që janë brenda sistemit, jo aktorë të rinj që vijnë nga jashtë sistemit. Kështu që çdo gjë që qarkullon në qarkun mediatik është produkt dhe krijues i këtij sistemi, si të profesorit. Por përveç kësaj, pra shikon nuk do të thjesht një revolt. Revoltat janë për të përmbysur për diçka kundra. Dhe shqiptarët kanë bërë revolta këto 25 vite në fakt. Ato që mendojnë që kanë bërë popujt e tjerë iluministë, jo thjesht por revolucion kuptimin kopernikian. Revolucioni nuk bëhet pa një projekt të ri. Një projekt i ri i cili të jetë koherent me një gjatësi vale me ato që ndodh sot në Europë, ato që janë vlera universale. Dhe kështu shqipon nisjen e këtij projekti, i cili është një rrugtim kulturor, historik, politik, juridik dhe gjithë këto vlera që duhen rigjetur në fakt, duhen rigjetur nga fillimi sepse degradimi i vlerave është gjë më e tmerrshme në Shqipëri. Nuk është problemi i ekonomisë, kemi humbur garë, jemi 10 fish nën ekonominë normale që duhet të ishim. Kemi humbur garë në vendet e rajonit, nuk po flas për arsimin që është degraduar në epokën e informacionit, por ato vlera shpirtërore. Vlera shpirtërore të cilët i sigurojnë mbijetesën e kombit shqiptar, ato janë vënë në rrezik. Prandaj ky është momenti më kritik i Shqipërisë sot dhe duhet kontributi i të gjithë qytetarëve. Projekti Shqipon dhe në hartimin e atij programi që ne quajmë SOS në mënyrë provokative, pra sistemi operativ Shqipon, pra sistemi operativ jo thjesht program brenda sistemit, se asnjë program nuk do të funksionojë, asnjë reformë nuk do funksionojë. Do kemi rastin të flasim me kolegun për çfarë do të me reformë drejtësie, dhe ajo nuk do funksionojë sepse ka logjik brenda sistemit. Dhe çdo gjë që brenda sistemit nuk do funksionojë. Me logjikën e sistemit dhe me aktorët që janë brenda sistemit. Tani jemi prezent para kësaj. Kështu që ne vëmë diskutim të gjithë ADN-n që mban sistemi. Shqipon, mendon se një ndër sfidat që ka bërë me shtetëformimin shqiptar është pikërisht unë di që kjo është fjalë trendi sot, elita. Shqipëria nuk ka ditur të ketë një elitë të mirë. Elitat e vërteta kanë qenë jashtë. Jo vetëm me diasporën, ne sot jemi krenar, sepse nuk ndihemi të vetmuar, por shohim që ka një forcë vitale të Shqipërisë në migracion dhe në diasporë. Jo vetëm forcë shpirtërore, por dhe forcë intelektuale, pse jo monetare dhe know-how që mund të vinë ta bëjnë Shqipërinë. Prandaj ne menduam që të ngushtojmë këtë gap midis elitës dhe popullit. Në mënyrë që elita mos të bëhet autoreferenciale dhe pyetje që na bëhet për ditë, po nga do kemi ne besim tek ata që do vinë. Kjo është pyetje kurth, se ka përgjigjen brenda si thot Kant, thot Immanuel Kant. Pyetja që duhet bërë është se si do bëhet Shqipëria, dhe jo thjesht kush do bëhet Shqipëria. Pra, çfarë do krijojmë ne? Këtu është ideja jon institucionale. Pra, krijojmë disa institucione, lloj si popujt e tjerë iluministë, në mënyrë që elita mos të bëhet autoreferenciale dhe të shkëputë vullnetet të popullit, vullnetet të qytetarëve. Siç ka ndodhur këto 100 vite me ideologji, ideologji, sepse ideologjitë janë thjesht një vello për mbuluar ato probleme konkrete që kërkon kombi shqiptar sot. Kështu që ne kaluam pak përtej asaj diagnozës, të themi, edhe në studime që kemi bërë në fushat e ndryshme dhe menduam pikërisht duke i dhënë rol
qytetarit në vendimmarrje, pra duke ngritur shoqërinë, duke ngritur qytetarit, që mos jenë më spektator në gjithë të proces. Por jo me fjalë, me slogane. Qytetarët dhe shoqëria ngrihet nëse ka instrumenta vendimmarrës në dorë. Atë shkon demokracia në fund. Ne kërkuam që motori kryesor i asaj që demokracia përfaqësuese, partitë, mos vazhdojmë me idenë e partisë shtet, tani janë bërë metastat shumë parti shtet me rotacion, partia të gjën punë, bën famshëm dhe të ndikon jetën tonë. Ne kërkojmë të kundërt. Kërkojmë konstitucionalizimin e partive politike, që partitë politike motori kryesor që injekton demokracinë në sistem, duhet ta prodhojmë vetë demokracinë nga brenda. Pra ne kërkojmë që çështja e partive mos jenë çështje të statuteve private. Jo vetëm aq. Duhet që rregullat kryesore të futen në kushtetut, si janë zgjedhja me mandat të detyruar të kryetarëve të partive, zgjedhja struktura direkt nga qytetarët dhe ideja e institutet të primaries si ndodhet në shoqëri. Pra duam një demokratizim partive, po nuk u demokratizon partitë. Nëse partitë do sillen si brigada plaçkitse, të cilat zgjerohen vetëm duke shpërndar plaçka publike. Kjo është diçka perverse dhe ekuacioni nuk mban më. E dyta që ne kërkuam pikërisht që vendimmarrja politike në vend mos jetë më thjesht tabu e elitës dhe qytetarët votojnë vetëm për njerëzit. Jo, qytetarët fillojnë të vendosin edhe për gjërat, vetëm për njerëzit, pra për politikat publike. Pra fjala politikë të fillojë të bëhet trendi. Mos jetë vetëm pronë e disave atje duke krijuar një pallat politikës, ne që jemi këtu jashtë te kafe që diskutojmë edhe shajmë ata. Jo. Duhet që ai pallat hapet për qytetarët, për grupet e interesit, dhe të gjithë ata që kanë për të thënë diçka në këtë vend. Po jo unilateral, se duket se ndodhet sot, kjo gjysmë e vërteta. Pra të thrasin vetëm ata kur duan ata, të duhet trokash kur duan ata. Jo, me instrument në dorë. E dyta, ne sfidojmë sistemin e drejtësisë që është tani. Ky sistem drejtësie nuk ka shans të bëhet. Nuk ka shans të bëhet sepse drejtësia është antibiotiku, nuk mund të rregullosh trupin me antibiotik, por do një rregullim të raporteve, të formave dhe qendrave të pushtetit. Këtu vetë parlamenti është i inkriminuar. Ata nuk po dekriminalizojnë dot vetën, si do pastrojnë gjyqësorë, dhe gjyqësorë nuk e bën dot. Pra nuk mund ndodhi asaj që bëri De Gaulle. Po. Ne këto i dim shumë mirë. Dhe arsyeja që jemi këtu kjo është. Ideja është ai si mundemi ti hapim ti çojmë. Ta po them, këto propozimet që po them. Nuk pragmatizojmë gjërat. Po. Ta po mundomi të tani këto jemi deri këtu dhe dim shumë mirë na kanë bajt ku s'mban më. E kupton po. Ideja është çfarë duhet të bëjmë. Cilat janë hapa konkret duhet të bëjmë që të jasë përfaqësuar të pragmatizojmë diçka. Se këto se shpin këto kooperativas partijake e dim shumë mirë. Është shumë e vërtetë, po mundon nuk mund një mjek të japë një ilaç në gojë nëse nuk shpjegon që ti reagosh mbas se si është diagnoza. Ju lutem, thënë, gjithë jemi të shqetësuar për këtë gjë. Hapat e thash, demokratizimi i partive. Tani kjo është ligjërata që bën institucionalistët. Nuk ka ligjërat me pushk në dorë. Institucionet ku ka kanuar popujt e tjerë. Për një gjëra që nuk të thuhet në televizor kur ty dhe popullit shqiptar. Askush nuk ka thënë atë që ne kërkojmë, prokuror të zgjedhur nga qytetarët. KLD të zgjedhet nga qytetarët. Duket si gjë provokative. Ne s'po themi që këto të bëhen realisht, por do të japim sinjal këtij sistemi që ju nuk mund të merreni me gjëratora pa na pyetur ne. Por kjo është një lloj vizioni që ne kemi. Referendume me të shpeshta me detyrim, nuk është rastësi që nuk është bërë referendum në këtë vend, as PD, as pse askush nuk e do, se po është jo një popull referendumin do gjithmonë. Dhe ky është problem. Prandaj kjo kalohet në një raport të dytë. Këto janë institucionet, nuk ka zgjidhje magjike. Nëse ne do mendojmë si 1600 për 800 vjet popullit evropian mendojnë se do vinte Mesia të shpëtojë. Dhe fatkeqësisht kjo është ligjërata shqiptare. Shqiptarët mbyllin sytë, thotë kush do vit ta shpëtojë. Jo. Nuk mjafton kush do vit ta shpëtojë. Njerëzit ja të marrin pak të lutem. Njerëzit janë, pra forca vitale e Shqipërisë është. Ka mjaftuar shumë intelektual brenda dhe jashtë për ta bërë vendin. Pasuritë natyrore janë, historitë dhe vlerat i kemi fantastike. Thjesht do krijojmë ne atë software në mënyrë që gjithë energji të prodhoj lëvizje, mobilitet. Prandaj duhet një sforcim hermeneutik për ta kuptuar dhe ta ndryshuar gjën. Nuk bëhet thjesht me vru, se kemi bërë vru në atë shtatë, kemi bërë asgjë s'ka ndryshuar. Nëse nuk krijojmë një projekt të qartë, se mund krijojmë pra protesta dhe ripërsëritet përsëri kasta, duke ndryshuar formën për jo ADN. Prandaj duhet roli i të gjithë intelektualëve dhe i njerëzve që duan të bëjnë diçka për
Sunt câte njerëzit që kanë interes për ta bërë këtë gjë. Këto janë disa për propozime që ne kemi bërë. Programin ton, projektin ton, se nuk kemi që ta quajmë program, sepse është projekti APRE, e gjeni në webin ton, e kemi bërë në formë platforme për ta diskutuar me kolegë, me intelektualë, është diçka e hapur. Pra do të thënë që politika nuk ka vetëm çështje e tyre, sa ata trajtojnë Shqipërinë me tapi. Nëse kur kanë me tapi, me hipotekë, kur del dikush që nuk i njeh habitin dhe kjo duhet mbaroj fund. Do të bëjmë gjithë qytetarët të vendit dhe të diskutojmë si është ky takim i sot. Nuk po zgjatem shumë se nuk do t'i marr kohën e kufizuar që ka profesor Shanasiu, nëse do keni pyetje pastaj do kemi mundësi të bëjmë edhe kolegë. Gjuksimi është koordinatori i për drejtësinë, Majlinda është koordinatore për rinin shqiptar, kështu që do kemi mundësi edhe të bëjmë pyetje. Problemi është këtu. Po shoh se ju po flisni vetëm për Kosovën apo për Shqipërinë. Në radhë të parë problemet e sotme janë globale dhe nuk zgjedhen në mënyrë politike. Unë kam dëgjuar një Jacques Fresco nga Florida që flet për një dhërvenës projekt që ka të bëjnë për gjithë rrugëllimin toksor. Dhe jo vetëm për Shqipërinë apo për shqiptarët. Sot imagjino, po ndotet i gjithë ambienti për 5 lekë qelta. Sot ka vlerë më shumë 5 lekë se sa ka vlerë jeta jonë këtu. Biles ju kam dërguar edhe disa mesazhe në lidhje me këtë në Facebook për këtë projekt. Nuk e di a ke parë. Ne s'mund do përgjigje globale, mos jemi vend i vogël. Ne jemi me idenë e Kantit, më dëgjoj tani lutem. Jemi me idenë e Kantit që çdo popull do vendosë vetë. Komuniteti është një popull të lirë. Si mund të vendosim vetë ne kur ne jemi të rrethuar nga bankierët ndërkombëtar dhe po na korruptojnë nga mjesimtarë. Si mund të vendosim vetë ne kur ky sistem nuk është sistem ekonomik. Ky sistem është anti-ekonomik. Ne kuptojmë shumë tani se ç'ka gjë, po ne do rregullojmë një shtëpinë tonë, Shqipërinë. Nuk mund ta rregullojmë të shtëpinë tonë sepse nuk na vjen nga jashtë. Tash po na vjen në një sekond. Një nga arsyet pse ne kemi mundësi që të ndërtojmë vendin tonë, në ushim të tjerë, është fakti që kemi një shtet sovran. Edhe sovraniteti është një atribut themelor i shtetit. Do thënë, sovraniteti është e drejta në marrë venime pa pyetje tjetër, venime autoritative dhe finale, si në politikën e brendshme, ashtu edhe në politikën e jashtme. Kjo do të thotë që edhe në kushtet kur sistemi është tanësisht global, në cilin trysnit që përjetojnë shoqëritë e ndryshme janë të forta e shpesh pa përvallueshme, shtetet cilat kanë identitet fort, struktura politike të forta, edhe mbështetje popullore, ja dalin me një rrugë ndryshme nga ajo që dëshirojnë fuqitë ekonomike ose tjera në sistem. Shembull, Argentina, për shembull, një shtet i cili ishte i mbytur në borxhe, por që vendosi që tash borxhet nuk do t'i paguajmë, do t'i fshijmë, edhe kjo. Pra, ajo që unë du t'ju them ju është që struktura më e rëndësishme për cilën ne po diskutojmë këtu është shteti. Ajo që ju keni vënë si shqiptar është një përpjekje shumë e lavdërueshme në sa kam kuptuar, edhe me projektin tuaj, në mënyrë që me ngrit çështjen e strukturave shoqërisë civile, edhe të institucioneve, edhe ndërtimin e një strukture e cila politike, e cila të shtrihet në fusha të caktuara juridike, shtetërore, strukturat e zgjedhura e tjera, në mënyrë që të ketë një presion të dyfisht në mes klasës politike që shënon shtetin, edhe popullit edhe aktivistëve që qëndrojnë ndërmjet masës së gjerë të qytetarëve. Pra, këto elita nuk munden me kenë, si që tha profesor Droboniku, autoreferenciale, me marrë venime absolute për çdo gjë dhe gjithnjë në interes tyne, por duhet me një edhe praninë e shoqërisë. Ky është problemi jonë, sepse ne këto 25 vite jemi nesh me një projekt të frikshëm. Paria jonë sunuse në vitin 1990 ka qenë një pari e cila vinte nga një formim tanësisht marksist. Po nuk ishte marksist, që unë kam studiu marksin edhe në pranim, e kam marrë mësim. Jam detyruar të më thanë, kur kam marrë themi politikën krahasuese ose ideologjitë politike, unë jam referuar librave të marrë, kam bërë studim për Marx, për analizën e Marxit mesje, një ndër punët e mia. Problemi është ky që
paria konsuluse, e cila për 45 vjet e majti kryt vend me dorë të hekur, që vinte nga një shkollë sovjetike, staliniste dhe egër, në moment që u pas se sistemi cilin ato kishin drejtuar në bazë të parimeve që barë do të hamë, por parimet nuk i shkeli. Në bazë të parimeve që askush nuk do të kishte pronë private, në bazë të parimeve që shteti ishte tanësisht në dorën edhe në kontrollin e një individit, ishte thjesht një diktaturë, po individ kishte vdek në vitin 1985. Atëherë çfarë do gjëra që e kishte thënë ai individ, edhe irracionale, ishte e pa diskutueshme. Pra, në këtë logjik, sistemi mriti absurdin e vet, edhe u shkatru, u shkalmu. U deshën të rysnit nga bota perëndimore, u deshën të rysnit në Bashkimin Sovjetik, por në të njëjtën kohë u deshte edhe Ceaușescu. Bota perëndimore, më fal. Bota perëndimore mbron interesat e veta, jo interesat e njerëzve. Sot çdo njeri përpiqet për vete edhe sot çdo njeri përpiqet për vete. Nuk Edhe kjo është ajo që po shkatërron njerëzimin, nuk është puna vetëm ke Shqipëria apo ke Kosova apo ke nuk do shkojmë. Marrë vesh një gjë konkret. Megjithatë gjëja më e mirë është ndërgjegjësimi i njerëzimit. Që kjo shishe ujë bën 600 lekë, po 500 lekë vitin e kaluar. Po gjëja më e mirë është gjëja më e mirë që ajo shishe ujë djet pa lekë, siç thot Jacques Fresco nga Florida, se më duket se ju vini nga Amerika apo jo. Amerika ka nxit luftën në Siri, sepse është tërësisht e varur nga nafta e huaj. Shikoni lashtë. Ti ke drejt me pas binjet tuja janë shumë respektueshme, edhe prej Mehmet, edhe prej zotnia avokata Lushet, edhe Nëse nga pa nuk duhet të diskutoni, se nuk është se kam një interes kush. Jo, shiko. Ajo që ne na intereson në shpirt, ne jena në Sky Tower, në këtë moment kemi një diskutim në këtë vend. Ne nuk po diskutojmë çfarë ndodh tek bari, asha që ndodh në dhomën 306 në katin e 12. Ne do na me diskutu këtë vendin tonë, këtë problemin tonë, këto shqetësime që ne kemi, që janë unike, mund të jenë të lidhura të gjitha me ato dhomën tjera, se po me fik dikush sistemin e dritave, as ne s'kemi drita, as ato s'kan drita. Por ajo që ne na intereson është që në këtë kushte ku jemi, çfarë duhet bëjmë ne si shqiptar, si duhet veprojmë ne si shqiptar, cilat janë rrugët e metodat, çfarë është problemi, cili është problemi. Edhe kur të kuptojmë problemin, mos ta nisim si që banin dikur komunistët italianë, se më kam pas dëshoj që një kolege e cila ka qenë sekretare e partisë komuniste ty në aty universitetin, ku jepja mësim, bam doktoratin bashkë, edhe ishte lodhë, sepse në çdo takim që shkoja ato me fshatarët, unë duhet ta filloja me gjendjen në kombëtare, ai fshatari më thote ku është problemi i fontanelës, problemi i robinetit tuj. Ne nuk duhet të shkojmë prej fontanelës tek robineti i ujit në këtë bisedë, por ne duhet të bëjmë 3 gjëra. E para, të shohim se cili është rranja e problemit, siç e thot profesor Droboniku, ADN-ja e sistemit. Pse ky sistem nuk funksionon? Pse jemi këtu? E dyta, çfarë duhet bëjmë? Edhe e treta, si duhet shihet misioni i organizatës tonë. Ke shifje dërim në një gjuhë, unë jam teorik, por nuk jam edhe as teorik sa duke, sepse kam edhe një përvojë praktike, por përpara se me u hedh në veprim, njeriu duhet me pas ide, duhet me pas ide të qarta, sepse idetë e qarta motivojnë individin. Dakor? Idetë e qarta i kam dëgjuar nga Jacques Fresco. Edhe jo Kam marrë këtu sepse shoh nga ju se doni të bëni ndryshimi, po ndryshimi nuk bëhet në këtë mënyrë. Mendoj unë. Jo, në një gjë një, se kam paguar. Nuk është një gjë e madhe. Nuk është një gjë e madhe. Sot do të çështën e librit sot sepse kemi ardhur për çështën e librit profesorit. A çështën e librit profesor, apo po? Çfarë Fresco, mund të njoh. Mund të njoh po më apo librat. Sot do të kam me mia kolegë atje që sot jemi siç kemi qenë në epokën e burit apo në epokën e bronzit apo të diun jemi në epokën e informacionit dhe teknologjisë. Teknologjia mund të shërbejë me na përmirësu jetën. Po njerëzit në pushtet po të shtojnë teknologjinë në fund njerëzimit. Tash një gjë, ne të respektoj.
A ta ndrojmë vendin Jo. do me folë tjetër flasom. Jo, fort. A në qëse do të flasom një që deri në fund. Siç duhesh me pasi durim. Unë po ata respekt i dhash përgjigjet. Po bashkëbisedim me ty s'mund bëj sepse ne kemi këtu 50 vjet. Ana vetë shit tonë. Cilë presi. Bashkoju shokëve shoqeve tjera dhe jam i sigurt që do të gjesh ose binje tuja do t'i verifikosh ato binje që Jacques Fresco është qenar botës edhe njeriu më i mençur edhe për problemin shqiptar, ose do të kuptosh që këto djemve vajza që janë rrotull kanë me një entuziazëm, me një vullnet mirë, me dëshirë me i kontribu vendit edhe shtetit shqiptar. Mirë po, pyetja shtrohet kështu. Ku është problemi jonë? Nëse ju e dini, ndoshta unë kam gabim, unë kam shkruar disa libra edhe për çdo ditë i duke mësuar. Nuk kam aq i bimën se i di gjithmonë gjana. Problemi. Pra ajo që ndodh është kjo, që në vitin 1990 ne kishte një pari që ishte marksiste, e cila besonte që tashma komunizmi e verizmi vdiq, edhe kush triumfoi kapitalizmi. Ka ardhur kapitalizmi si Sepse është mos më ndërvërma. Fal. Marrëm bisedën, kur të ketë sesionin e pyetje përgjigje atëherë po. Atëherë triumfoi kapitalizmi. Kapitalizmi do me thanë që në anën e tyre nuk ishte një kapitalizëm i kontrolluar nga shteti, sepse njerëzit kanë një keq kuptim këtu. Edhe tek ne, edhe në vendet e tjera. Të gjithë njerëzit mendojnë se kapitalizmi dhe demokracia janë dy anë të njëjtës fytyrë. Ashtë do me thanë janë dy anë të njëjtit mekanizëm. Kurse në fakt nuk është e vërtetë. Kapitalizmi është njeriu si krah pune, natyrën është si kapital, paraja është një diçka fiktive, një copë letër që shtypet nga shteti, shoqëria nuk ekziston sepse është e bazuar në konkurrencën dhe në luftën e gjithë secilit për përfitime për mjetesë, edhe po ana tjetër demokracia është tjera gjëra, sepse është mbështetur në idenë që njeriu është njeriu, edhe si njeri ke anën humane, cilën nuk mund ta tjetërsosh dot. Megjitha ke të kundërtën e asaj që ke në sistemin kapitalist. Në sistemin kapitalist ke fuqinë ekonomike, ke para, ose nuk e ke, e kur nuk e ke, je sklav, je i proletar, je fshatar, je çato tjetër. Kurse në shoqërinë demokratike, nuk ka në demokracinë, është e vërtet, nuk ka rëndësi se sa para ke. Ajo që ka rëndësi është që ti je një qenie njerëzore, që ke drejtën me marrë vendime për shtetin, edhe për shoqërinë. Tashti, ky konceptimi i individit i njeriut është pikërisht ajo që paria jonë hodhi poshtë. Për to, shqiptarët nuk duhet ishin njerëz, nuk duhet kishin dije drejtën me kenë pjesë e vendimmarrjes, me kry detyrën qytetare, siç e thotë edhe projekti juaj, por kishte vetëm një interes që këto njerëz të ktheheshin në sklever ekonomik, në proletariatin modern. Çato partia dhe populli prapë. Pikrisht, kjo bën projekti tyne. Edhe në këtë projekt e sipër, kjo pari sëmuse, shkatroi shtetin, sepse ç'a bën demokracia? Demokracia zgjedh udhëhecit e shtetit. Udhëhecit e shtetit bajnë ligjet që rregullojnë sjelljen ekonomike. Edi Rama vendos sa ke akcizën sot, sa do të pagush taks ose drita ose ujë, ç'a do të bësh me këtë e tjera. Pra, pavarësisht se ne besojmë në mënyrën jo të arsyeshme që sistemet ekonomike ekzistojnë jashtë strukturave politike, realiteti është që çdo sistem ekonomik është i vendosur për një strukturë shumë të fortë ligjore, për një mendësinë e njerëzve, sepse asgjë nuk ndodh nëse njerëzit nuk besojnë se duhet të ndodhë, edhe me mbështetje që vjen nga struktura të tjera, kombëtare, lokale, interesat e ngushta të individëve të tjerë. Pra i ke të tre elementet, ke strukturën ligjore që vjen për shtetit, ke ideologjinë, edhe sistemin e vlerave, ke edhe mbështetjen strukturore që vjen nga jashtë. Armiku i shoqënisë kapitaliste është shteti. Në kohën moderne, sjellja e shtetit kurzohet nga strukturat politike, nga strukturat e shoqërisë civile, edhe me gjitha nga botkuptimi që ka njerëzit. Në vitin 1990, paria jonë sëmuse vendosi të bante një kapitalizëm ekstrem,
në cilin shqiptarë do bëhen sklever, do të emigrojnë, sepse fabrikat e kemi jashtë, edhe sepse kjo është një popull pist që nuk e kupton asgjë se kush jemi ne, sepse ne kemi linë me isonumi drejtu këto. Edhe ne, me atë mendësin tonë, fshatare, katonare, sepse ishim 70% e në fshat, edhe 20% që jeton të nërë qytete, ishim marrë nga katunë dhe nga fshatër. Unë i pari, dhe ne e pranum këte, sepse mendësin tonë ishte tanë mendësia katunit. Bjeri fotit ligur, adem, edhe po nuk dole zëtë vetit nuk të del njeri, e tjere, edhe ne u turën në emigrim. Atje u banë proletariati ose nën proletariati, sepse kemi banë punët dhe gjanat ma pa përmendshme në botë, edhe në botën e krimit. Edhe në botën e krimit e këto kemi kenë, ne nuk kemi funksionu një shtetë si që kishte Europa përndimore modern, Gjermania, Italia e tjera. Ne kena dhënë, kena marrë me kriminalët e Napoli, të Romës, Berlinit, Londres, ne kemi marrë për 75.000 shqiptarë janë njerëz pa dëshirueshëm në Europë. Vetëm prej sjelljes kriminale që kanë. Atëherë që nolli është Shqipëria konsuduese përdori këtë masë njerëzish, këtë ideologji, këto vlera, përdori botën tonë kriminale që ekzistonte këtu dhe që ishte shumë e konsoliduar. Të gjitha rrjetet që ju shihni që ma vonë kanë linë edhe kanë lulëzu prej rrjetit prostitucionit, të rrjeti i kontrabandës e i tjereve të gjitha kanë ekzistu prej 1990. Ju jeni tri me e di, por njerëz si unë dhe tjerë ne jemi të vetëdijshëm që kanë ekzistu. Atëherë ajo që ndodhi është që në vitin 1990 kishin një grup njerëzish që dinin si bëhej shteti, këto dinin deri në 5.000 vetë. Kishin një 50.000 njerëz që kishin kaluar në burgje, kishin një masë të madhe njerëzish që nuk dishin çfarë donin. Edhe kjo çoi në një projekt gradual, në cilin paria dhe nosi të bëhej oligarkia. Këto do të grumbullonin pasuritë kombëtare. Mbute tyne. Këto do të kontrollonin median, sepse duhet me kontrollu ideologjinë, që mendon ti, të vu për ditë një budalla, një maskara për parasyve që me thonë që kështu funksionon gjithë bota. Këto shpiken vipat e Big Brother e moralitetin e degenerimin që sot e ka quajtur një tonë një shkallë në cilën me kenë vip duhesh me pas një 15 dashnore. Edhe e çoj drogën, kontrabandën, pislekun, lumin, gjitha, vetëm e vetëm që rinia mos u mujt me nu, mos u mujt me pas shpresë, në mënyrë që zemra e tij prindit me u driu se çfarë më ndodh fëmisë. Që s'ka shpresë. Sepse vetë një rrugë që kemi mi jetu në këtë sistem, në cilin pasuria është mbledh te 4% e popullsisë, 90% e pasurisë shqiptare është mbledhur në 4% e popullsisë. Ju shihni vetë jetoni në Tiranë, tu ka njerëz që s'kan dalë asnjëherë për blok. Ke pjesën tjetër, do të them prej Unazës Tiranës. Mendësimi është i një vetë, ndërtesat më luksoze, më të forta, më të konsolidume. Numri më i madh i njerëzve në Tiranë ka më tepër gazetarë se kamariera. Sistemi ke çdo televizion që shkon mahnitesh me luksin e pajisjeve, ndërtesave të tjera, sepse Parisi duhet me ju shqyp të gjana. Në botën kriminale, shikojni Lazaratin, ai është modeli për gjithë Shqipërinë. Ai në Kuks nuk e bajnë 3 herë drogën se s'ban moti, po në Dugaqin e bajnë, ose në Lazaret e bajnë. Edhe e ardhmja shqiptarëve është qa? Ose sklever e policë të Paris, ose emigrant jashtë. Tashti, ky është problemi jonë kyç. Sistemi politik që këto kanë ndërtu, sistemi ekonomik që këto kanë ndërtu është thelbësor për këto. Këto janë njerëz të ujitun për mall dhe për gjëra, nuk pyesin për asnjë gjë tjetër. E vetmja gjë që dojnë është pasuria e tyre, se me këtë qëllim kanë hyrë në lojë. Tashi, e vetmja strukturë që ju bëhet aty në pengesë është një strukturë e institucioneve të shoqërisë civile, edhe partive politike, edhe e mendësisë qytetarëve, e cila nuk e pranon këtë lloj sjellje. Edhe lufta aty ne bëhet me thy çdo njeri, çdo organizat, çdo grupim, çdo individ i cili është në gjendje për me dalë dhe me paraqit një pamje të ndryshme për asaj që paraqet paria.
Pra nejna organizata si organizata juaj janë shumë të vyshme, sepse i japin njerëzve me kuptu shumë çka për shoqërinë civile, për rolin që ju keni, se ju nuk po pranoni që të bëheni pjesa e asaj ide të skllavërimit. Nuk jeni vetëm ju. Ka një masë të madhe shqiptarësh që janë të radikalizuar në sensin që janë kthy drejt ideologjive fetare. Ato shkojnë në xhami, falen 5 herë, shkojnë në kish, kanë përqafu fena të reja, e tjera, edhe nuk japin e nuk marrin me parin, përveç se marrëdhënien ekonomike. Ke një masë të madhe shqiptarë që kanë një gjendje ekonomike të themi të arsyeshme, sepse nuk mundesh me dalë jashtë me vëdëku ose e tjera, edhe shqiptarët si zakoni kanë sheh paret edhe xhanat gjithmonë. Edhe tash kemi një masë shumë kritike të rinj, siç jeni ju në veçanti, të cilët nuk duan me ra as prej e atij ekstremizmit qytetërimor, që nuk është i pranueshëm prej nesh. Nuk na i sill punë të feja, ne nuk na përshkon feja. Ose prej e Parisë dhe qefeve të blokut. Ashti, ku qënon zgjidhja? Zgjidhja qënon në organizim, në strukturë, në daljen e individëve që kanë kurajë, siç janë Besmiri, doktor Droboniku, avokati Lulzim Allushaj, po dhe Zënjun Shakolla që është këtu me ne. Sepse ka kurajën me dalë me thonë që unë e du në pëshinë, nuk e du këtë dhumë bote që ju më sërbirni si botën ideale. Unë nuk du me kenë Francesca Big Brother. Ade? Unë du me kenë një njeri me dignitet që me pas punë. Mirë, po që bën paria? Duke e di që njerëzit kanë nevojë për bukën e gojës, paria të korrupton, të degeneron, të zvetnon, të shqyt në lumin e vetë, sepse për me marrë një vend punet, duhesh me bënë në dhe më nëzesi. Nuk mundesh me i kësaj të keqe, sepse vetë sistemi është të keqe. Atëherë duhet me luftu me ndryshu. E ndryshimi do të vijë një nga një, gjithë se cili duhet me ndryshu vetë vetën, duhet me ndryshu atë shokun që ke majtës e tjetrin djathtas, duhet me fol, edhe me keni lirë me fol ashtu si që banë zotënia, që meriton shumë respekt për kurajën e ti. Mirë po, për me fol, edhe për me hap gojën edhe me u shprej, është një fitore madhe për ne. Sepse e vetmja luftë që ka paria cilën nuk mundet me e hub, është që nuk mundet me pranu që njerëzit mundet me ngrit në kambë dhe me thanë ja. Na nuk jena kështu si na shikni jo. Unë du me jetu në nderë me dignitet. Asaj nuk ka qërë. Ka mundu me tullë poshtë, do të mundohet me diskreditu në njërën e vetë, duke promovu modeli që nuk kanë kur farë vlerët, por thellë të gjithë të njerëz e dinë shumë mirë se ku është puna. Pse është kjo rëndësishme? Sepse në fundit vijmë pikërisht tek ajo punë, tek ajo çështje që thash. Sepse nuk është vetëm tregu, edhe shteti, ka edhe një element të tretë. Elementi i tretë është shoqëria. Në shoqëri ne jemi njerëz që kemi identitet, kemi vlera. Territori nuk është mas kapitali, nuk është as territori i shtetit, territori bëhet diçka tjetër, bëhet vendi ku ne kemi linë ku jetojmë. Njeriu me cilin jetojmë nuk është thjesht një blerës ose shitës, nuk është as thjesht një bashkëqytetar, por është një shqiptar, një njeri me cilin ti ndan të njëjtin identitet origjinë e tjerë. Vlerat edhe historia janë që ne ndajmë bashkë. Pra, nga këto 3 elemente, shoqëni që nuk kontrollojnë ekonominë, shkatërrojnë edhe bëhen të nësishtë në bëhen nga ekonomia, por lufta bëhen gjithmonë që vetëm shteti do të kontrollojnë këtë ekonomi. Edhe e vetmja mënyrë për me mbrit kontrollin e shtetit, është që me ndërtu struktura politike që të kenë identitet qartë, me të cilin njerëzit, duke kuptu se edhe njerëzit që kanë përvoja janë të domosdoshëm. Nuk bash ekonomist për një ditë, nuk bash oficer zbulimit ose më ndërtu zbulimit ka herë 10, 15, 20 vjet. Më ndërtu industrinë, shikoni, s'kemi kur gjanë, ne kemi bare, motele, hotele, s'po përmendni ato tjera, por nuk kemi asnjë strukturë produse. Njerëzit tonë bëhen inxhiniera energjetike. Po do shkosh me punu, s'kemi punë. Pra, lufta jo bëhet që me ndërru shoqërinë, me ndërru individin, me ndërru mendësinë, edhe me kërku që këto struktura
që formësohen këtë moshën 2-3, sepse formësohen moshën 15 deri 22 vjeçare. Ajo është periudha për njerëzve, si thot Erikson, janë pikse në bindje ideologjike. Ma vonë mas një periudhe vjen njeriu dhe bëhet konservativ, duhet me pas, domethënë, duhesh me pas tjera virtyte për me kenë gjendje, për me vazhdu me rezistu në të ardhmen edhe me rujt këtë shpirt në ushqimit e tjera. Por lufta Paris bëhet që në moshën 15 deri 22 vjeçare ju me ju thyr, ju bën sklever të qepeve. Sklever të luksit, sklever të makinave, sklever të mallit edhe keni me përfundur hiç. Sepse në moshën 22 vjeçare keni me kemë shumë. Edhe vrejti që vjen mrapa do të bëjnë një të ngjanë. Lufta juaj, që për mu është shumë e lavdrueshme, është shumë e respektueshme, është shumë e çmueshme. Sepse ne nuk kemi brez tjetër, çdo brez që kemi humbë 3 breza shqiptare. 3 breza. Me humbë edhe këtë brez, do të përballemi me një situatë tragjike, sepse kemi shumë pak njerëz, cilët mund ngrihen kam, edhe të unë jam një unitet, një kemë sklavja, sepse kur ta bajnë një pari, dhe ta bajnë gjithë. Nuk i ta bajnë gjithë për një herë. Dhe kanë halë bukën e kojës, ka halë punën, thotë që më duhet mund, çdo shoqëri ke rreth 25 deri në 30% të njerëzve që janë të aftë për me u aktivizu jetën politike, sepse kanë temperamentin, karakterin e tjetër, mençurinë, aftësinë organizuese e tjera. Ama puna është që kjo të bëhet një masë kritike, bëhet një masë kritike për jush, sepse mas kësaj pike në cilën jemi, gjendja ka marrë të ju bëhet vetëm keq e marrësh. Nuk ka shumë shpresë për ne. Ne s'kemi industri, ne s'kemi ekonomi, ne s'kemi pari të mirëfillt, elitat cilat i shërbejnë këtyne ideve, ne kemi njerëz që punojnë puna nesh. Ne kemi një strukturë mafioze lokale edhe qendrore e cila ma edhe varësi e vile rrushi për interesa ekonomike, materiale, e që s'ka kërkun për zemër interesat e kombit shqiptar. Ky është thelbi i problemit. Pra ne na, do të dhanë, se unë po i blaj fije kohë për pyetje, se në fakt nuk kam shumë kohë, se kam i takim tjetër, ju kërkoj njes, po i kam premtu edhe profesor Doronikut edhe Besmirit edhe Lulzimit që do gjej kohën më ardhë herë tjetër, sepse ajo që bani ju për mu personalisht është jashtëzakonisht e veprueshme. Nuk ka rëndësi aq përpjekja që duket sikur shkon kot. Asgjë nuk shkon kot në këtë. Asgjë nuk është jashtë të vëmendjes Paris. Por ajo që njoh është se duke qenë se ju veproni, ju moni gjallë njëri tjetrin, ju tregoni që nuk jeni pjesë e kësaj strukture kriminale, edhe që ndryshimi është i mundshëm. Edhe ky projekt që thotë që le të nisim qoftë edhe me ndryshimin e institucioneve, ta kuptojmë që kushtetuta jo nuk funksionon. Është një kushtetutë që s'funksionon. Ne kemi nevojë me zgjedh presidentin, kemi nevojë me zgjedh prokurorin e përgjithshëm, kemi nevojë mos me emëru hajna në Këshillin e Lartë Drejtësisë ose tjetrin e tjetër. Ne nuk kemi nevojë pas i parlament në cilin dikush caktohet deputet pse ka 600.000 euro. A që ka 600.000 euro, çojnë në Antalya të bëjnë pushime. Ne na duhen ligjvënës, ne na duhen pse kur smurën këto politikanët tonë, nuk shkon tek ai që ka 600.000 euro, por shkojnë i çojnë fëmijët tek doktorët më të mirë që ka bota. Po pse doin ata më nëna e vetë me pas më të mirë? Pra, theme që iniciativa të tilla janë të lavdrueshme, janë të çmueshme, janë të respektueshme. Çdo njeri prej jush është një gur shumë i rëndësishëm në themelën e shqiptimit të re. Mundet mos më u ban, sepse shumë herë kombet janë shu, e shumë herë kombet janë degeneru, e janë svetnu, e janë sklavnu, por respektin më të madh nuk e meriton rritja përfundimtare ku do të shkosh. Respektin më të madh e meriton përpjekjen. Prandaj fakti që ju përpiqeni është i lavdrueshëm, është i meritueshëm, edhe flet shumë e shumë për ju. Tashi mundën me ha për pyetje,
Por kjo është domethënë esenca e gjës. Kuptojeni që këto njerëz dojnë na shndrrun skllevën sepse kështu e dojnë interesat e tyre ekonomike të tjera, me na shndrrun skllevën duhet me na heq për dush kontrollin e shtetit edhe me na heq vetdijen si që njerëzore. Shumë punë. Edhe më nga diskutat. Një, është edhe shkalla nëse. lutem diskutat. Dhe në atë parë më falenderuar për gjithë rezume të asaj që ju keni bërë si në aktivitetet tuaja jashtë Shqipërisë, po edhe në ato që keni shkruar. Ishte shumë e vlefshme ky takim sot, sepse realisht vetëm me librat ne nuk arrim do të kuptojmë dhe impakti që ka autori me realitetin. Do të thënë kuptohet ideja, por nuk kuptohet formati se si do të zhvillohet më tej kjo gjë. Në rastin ty do të falenderoja ato media që janë prezente në sallë sot, të cilat na kanë mbështetur edhe në raste të tjera. Gjerasin të përshëndes Arturit që është prezent në sallë. Duke nënvizuar dhe faktin si në thalet deri përpara. Ne ndjehemi si lëvizje shqipon shumë të motivuar që të çojmë përpara propozime konkrete në zgjidhjen e situatës. Përveç evidentimit, dhe këtu rezultoi përpara tha kush është zgjidhja. Zgjidhja mos mendoni se do të vijë nga Mesia, do na zbresi këtu dhe do na hapi zgjidhjen, kjo është zgjidhja. Zgjidhja jemi të gjithë ne. Lulëzimi ka patur një ide, është bashkuar me Letianin, është bashkuar me gjitha kolegët që janë këtu. Ne kemi nxjerrë 5 ide, që mund të jenë të mira, mund të jenë të keqja, mund të jenë kontestueshme, mund të jenë që nuk bëjnë fare të jetin poshtë. Por normalisht ne si njerëz, si qenie humane, kemi nevojë për njerëz të tjerë tash përpara të ide. Për ta arsye edhe profesori sot na ka nderuar në pjesëmarrjen e tij dhe na jep një motiv më tepër për ta çuar përpara këtë lëvizje, e cila për të qenë së vërtetës nuk është se në këto 2 vite ka ndenjur pa bërë asnjë gjë dhe pa propozuar gjëra konkrete. Do të veçoj vetëm disa gjëra konkrete që lëvizja ka bërë dhe që është realisht angazhuar me propozime kundrejt politikës aktuale. Mos ta harrojmë reformën në arsimin e lartë. Ne kemi qenë parë që kemi ngritur zërin në mbrojtjen e studentëve. Kemi thënë të parët që studenti duhet të jetë pjesë e vendimarrjes. Kemi thënë që studenti është bërthama e universitetit. Nuk është profesori. Profesori është thjesht një aktor i universitetit i cili ka një rol të caktuar, po pa studentin nuk mund të shkojë përpara. Marrim reformën në drejtësi. Kemi thënë që qytetari duhet të jetë aktor. Në zgjedhjen e prokurorit të përgjithshëm, në referendume konkrete, ne kemi propozuar që në gjykatën shqiptare, ashtu siç është në Bashkuar të Amerikës apo në vendet caktuara europiane, të kemi juri qytetare. A ju duket normale që sot të kemi një sistem drejtësie i cili i kërkohet të vetë reformohet apo të reformohet nga politika e cila është kontestueshme në herën e saj nga ndërkombëtarët dhe nga vetë qytetarët? Për ne është normale. Ne s'mund të lejojmë që një sistem drejtësie të reformohet nga një politikë e cila vetë deklarohet e kriminalizuar, e cila vetë autoreferencohet se është e kriminalizuar, apo nga një sistem gjyqësor i cili është totalisht i kontrolluar nga politika dhe totalisht i kontestuar nga ndërkombëtarët dhe nga vetë qytetarët shqiptar. Tani kush është zgjidhja? Kush pretendoni ju që mund të jetë zgjidhja? Unë nuk e presin as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga autori që përmendi zotëria kolegu ynë, as nga askush tjetër. Zgjidhja jemi të gjithë ne. Ne zgjidhjen kemi në dorë vetë, të propozojmë gjëra konkrete. Kemi thënë juri qytetari në gjykata është një element kontrolli me gjykatën. Është një element i cili na jep garanci më tepër ne si qytetar. KLD-ja apo KLD-ja prokurori i përgjithshëm, po këto janë propozime të cilat askush nuk mund t'i marrë parasysh sepse realisht qellohet ajo paria. Sepse paria kontrollon gjyqësorin, gjyqësori i bën ndere politikës, politika bën sikur kontrollon gjyqësorin dhe jemi tek ai ingranazh i cili nuk mund të dalim kurrë. Pra, për të gjitha ato motive ne mendojmë që forca e gjithsecilit nga neve është e vyer. Është e vyer në moment të tillë, është e vyer sepse po shikojmë që edhe kjo gati e quajtura rilindje, realisht nuk na doli rilindje, po na doli, nuk e di, një kthim, një zhgënjim për të gjithë neve, sepse nuk kemi parë një zhvillim pozitiv në këtë vend, të paktën për një reformë të caktuar. Nuk e kemi parë. Për të gjitha ato kushte, dhe duke parë që kemi një pozitë e cila është tërësisht e kontestueshme, sepse realisht nuk është në formatin që duhet të jetë, atëherë ne s'mund të presim tani të lëmë lojën e tyre 25 vjeçare edhe për 25 vite të tjera politikën e cila nuk dihet se ku po shkon, ka një bushull e cila i shprishur orientimi dhe xhiron rreth vetvetes. Propozimet ne i kemi bërë, i kemi konkrete, kështu që do të zhgënjeheni shumë herë. Shumë herë keni më zhgënjur, shumë herë keni me kanë vetë. Shumë herë keni me pas dyshime një ty po xhamë duan. Po nëse mani mend që pahet kontributin tuaj, ky vend nuk ka të ardhme, atëherë duhet me ngrit vetin me forcë dhe me funksionu me zor, me arrit atë qëllim që i veni vetvetes. Do nuk është se lehtë për ju, nuk është se lehtë edhe për ne. Edhe ne kemi familje, kemi probleme, unë jam shumë rahat në Shtetet Bashkuara se të mendoj për këtu ku s'kam kur gjë.
kam vlla motër që shumë ma lehtë mund t'i sillen në Amerikë. Por thelbi i punës është që ky është adau jonë, nuk kemi më adë tjetër. Në moment që i për këtu, i e kërkushi, i e askushi. Atëherë duhet me luftu, mos me lanë këtë atë dhe në durët e tyre. Sepse po e lama dhe në durët e tyre, ne kemi përfundu në skuadrit e tyre. Po të shkuar dhe unë diçka në shpesa të këtë rrëmës. Në fakt, ne të rinë kemi një përgjësi shumë të madhe, shpesh këta intelektualët njërë kudo, edhe pak në teren ku ne dalim edhe bëjmë të projektet ose peticionet, vëmë re që të gjithë thonë përgjësia ju të rinë duhet bëni ndryshimin, ju të rinë duhet bëni ndryshimin, por në fund lind pyetja se çfarë modeli po marrim ne. Modeli që na japin këta është që ti bëu një militant i një partie, unë të gjej punën, lëre shkollën, të mos flasim për sistemin e arsimit, për metodologji, për librat, por lloj në mënyrës formimit se si formohemi ne si studentë të rinj që është një problematik në vete, por stafin pedagogjik si zgjedhën kush janë dhe si na edukojnë ne, që kjo të lë për të shëruar ajo që thamë në fillim që studenti duhet të jetë në qendër dhe jo profesori në qendër. Të gjithë ne jemi këtu student pjesa më e madhe dhe besoj bien dakord se kush është në qendër të universiteteve tona. Por ne duhet ta refuzojmë këtë lloj modeli që na serviret. Duhet dalim përtek këtij modeli. Duhet të ngrijmë zërin, duhet reforma që ndërmarr ne për shembull, kemi rekomanduar që të jemi më shumë vendimmarrës, të zgjedhim ne studentët, të zgjedhim rektorët. Të zgjedhim dhe të kemi më shumë fuqi vendimmarrëse në momentin kur ka reforma për arsimin. Askush nga ne nuk pyet. U pyetën militant, u pyetën ata pjesës e sistemit, po ne që na preket interesi nuk u pyet njëri. Ndaj këtu duhet të reagojmë ne. Ne kemi bërë shumë, unë nuk dua të bëjmë përsëritje asgjë që u tha më parë, por di të them që duhet të gjejmë forcë jashtë këtij modeli antivlerash që na serviret. Të gjejmë forcën ndoshta nga prindrit tanë që punojnë gjithë ditën, që paguajnë shkollat tona, nga ajo puna e thjeshtë që ne bëjmë, për t'i dhënë një gjë më të mirë këtij vendi, për të paktën ndoshta atë detarizmin që po na i heqin këta me forcë, sikur ne nuk duam ta duam vendin tonë, të dalim jashtë egoizmit që ky vend nuk bëhet, duhet bëhet, fillimisht duhet ta besojmë ne që bëhet, më pas t'ia transmetojmë këtij shokut tanë që bëhet dhe duhet të gjejmë të zgjidhjen. Unë personalisht jam në biseda që ne bëjmë me të rinj, që normalisht shumica thonë ky vend nuk bëhet. Unë besoj që Shqipëria dhe ne duhet besojmë që Shqipëria do bëhet nga ne, nuk do bëhet as nga i lartë, as nga tjetri, as nga tjetri. Ndaj do uroja shumë që gjithë brenda jush të zgjoni pak të ndjesinë e detarizmit, e të qenurit pjesë e këtij komuniteti, e këtij vendi, për të menduar, mos më menduar vetëm për veten, por për të menduar dhe për fëmijët tanë që do kemi nesër, sepse ne të rinjt jemi tërësisht pastikurt në këtë realitet. Sot ke frikë studiosh, sepse nëse nuk je mik i partisë, ti nuk gjen dot një vend pune. Të roft shkolla dhe lekët e babait, të mamit apo të vet tua që ke bërë, sepse të shkon dëm se nuk gjeni punë. Sot nuk martohesh dot, se s'ke si paguar shtëpinë, se nuk ke ku do ta lindësh fëmijën, e qartarme do japësh fëmijën. Që do thotë vetëm atë që sot kjo klasë politike na jep ne është që ose të bëhemi servit, ose të bëhemi sklever modern, ose të ikim. Ne nuk e duam këtë gjë, ne duam të jemi pjesë e vendit tonë, duam të japim kontributin për vendin tonë, por gjitha kjo nuk bëhet vetëm nga një, bëhet nga gjithë ne bashkë. Ndaj unë uroj që ju të bëjë ta përqoni mesazhin, të jepni, nuk e di, rekomandime, të bëjë një pjesë e ndryshimit, se këtë vend nuk ka për ta bërë askush përveç nesh. Oj, mos ta kem zgjatur shumë, po unë kaq kisha. Nëse ka pyetje për sa i përket çështjes rinis, shumë interesante. Një skaner i mirë, domethënë 25 vjetë, se çka ka ndodhur me elitën shqiptare. Po edhe bëri qartë pas. Veçanë që televizja tuaj është pozitive, që ju të një dërmarë një, u ka marrë një 3 herë me kalipat, po e dijoja, edhe jam i kënaqur. Megjithatë, brenda kënaqësisë do thotë që është mirë që ky militantizëm, do ketë një çik idealizëm, do ketë idealizëm në vizja, po s'pa idealizëm nuk e ezëm përpara, nuk çfarë.
E mira është që duke kriju degët në rrethe, them që lëvizjet mos jetë me infrim të mbyllur akoma. Duhet hapur. Për shembull sot mëngjes dëgjova një lajm në Ballsh, qeveria e naftës ka 6 muaj pa marrë rroga punëtorë. Plus që ai pronari atje, se ndallaveret e vllai që bën që vitet pronar shtetror shitur për 5 lekë. Është vjedhur. Ai punëtori që merr në telefon, tha, tu është skandaloze, është duk palingjur dhe pronari dhe ka ikur. Dhe është një kakahur tu. Prandaj këtu një neve duhet t'i prekim. Si t'i prekim? Ati urgentisht të marrin lidhje me edhe punëtorët. Nuk është se kjo shkel tabu krijon kodet të vjetra. Po them që është mirë që neve të lidhemi me popullin, me hallet e popullit. Kjo është demokracia direkte. Në rast se ne duam që po, në rast se duam që të kemi popullin afër, do jemi të interesat e popullit, të interesat e njerëzve, të prekim me dorë, duart e popullit të çarën, të hallet e tyre të mëdha. Në rast se neve jemi elitarë dhe i qëndrojmë, kjo është dështimi i shumë lëvizjeve. Për shumë 5 yjet, i kam thënë aty, me latë profesorin u aktivizohet sa po. Ishte aventurë. E 5 yjet erdhën të punë, danë, fleta, Ramoj, kishin sa parimet përgjishëm bilet e 5 yjet në Romë, është lëvizje, do dhe e pa qartë për atë gjithë. Sepse nuk ka programet qartë, e populistë, ose anarshiste, edhe Podemos në Spanja, ashtu është i lëvizje. Edhe Syriza, bën lëvizje, më falë lëvizje, rrëvojnë, po projekte s'ka më thotë. Shiko, ne nuk him detaj në projekt, më thanë, ajo që ne dishonin të thonim ishte që unë doja të më mbështesja analizën e profesor Dorgonikut, analizën e kam librin tim edhe projektin e kemi, edhe projektin e kemi. Unë jam Më thanë si mësënimit tonë. Unë jam dakord me atë që ne kemi specifikën tonë si shqiptarë, që dhe specifikën kombëtare, që dhe geostrategjinë që është në Ballkan sot për shembull, që ne nuk duhet jemi jashtë saj, sot shikoj shumë budalliqe. Për shembull shikoj sot, thoshte për atë Erben Imami. Është filloi kështu, filloi ashtu dhe është revolucionar sot. Unë nuk e pranoj këto. Se këta janë revolucionar me papuçe ose me pijame. Revolucionar ta. Në rast se themi revolucionar, që kjo situatë duhet të përmyset, nuk përmyset as me kaminar minuska, nuk përmyset as me lutje, po do të të djemë dhe vajzët do përhapen i det në të gjitha rretët, në popull edhe duke pas kurana jo. Unë për vetën time për shumë nga familja ime, kam lidhje, kam e shumë, mund të flisje shumë pozitivisht, për tjetër drejti për të majtë për shumë. Po jam i angazhuar, sepse si patriot, si shqiptar, shikoj që nuk e si gjërët. Edhe duhet jemi pa partit prim. Duhet kërkojmë atë realin për tërë. Unë jam shumë i kënaqur me djemën, do më dhejnë që bëjnë të, vetë duhet të kemë një kujdes. Do është ta më falë zoti, ju Dobroniku, se kam pas e i shok Blashin. Jam shok veti. Edhe osimit. Edhe unë do kërkoj nga ju këtë ishit me profesorin janë dakord dhe e kam lexuar dhe shtyp vazhdimisht. Do ishit të saktë se shikojnë, syt u shikojnë. Nuk mos ftoni njerëz të cilët kanë ngrënë spërkala ose pistolet nga pushteti. Të cilët i kanë shërbyer që dalin nga pushteti. Po thoj diçka po. E kupton që ka bërë pa kohë të tjerë, po falë. Dhe atje vë atje dhe milion, edhe shikon me lebi. E kupton shqetësimin tuaj. Po pa një herë po pash rrezik madhe. Do të bëjë shkurt fare. Do se duhet jemi shumë të pastër, po si do qoftë, duhet ta kemi si parim. Atëherë, Unë ju uroj gjithë të mirët, edhe do të mbështes me mundësinë që kam, do të mbështes ne të vjetët me këshillat ta. Ka dikush tjetër, sepse profesori ka kohën të reduktuar dhe një pyetje të shkurtër kisha unë. Ju ndoqja ta një reporti edhe thatë që duhet dënimi me vdekje në Shqipëri. Si mendoni, problemi është që duhet s'ka dënime fare apo që s'ka dënime me vdekje? Ajo që ndodh është ne kemi një sistem drejtësie i cili shërben vetëm interesave të Paris. Pjesëtarët e Paris lirohen,
Ndërsa të varfërit skamnohet pa aftë të bazohet në shtetje dënohen. Ajo që duhet ba është kjo. Ne duhet të gjejmë një mënyrë që ligjin ta bëjmë të jetë i barabartë për gjithë. Për me ba ligjin e barabartë për gjithë, në periudha tilla kritike, kur ke një masë të madhe të parisë politike, ekonomike e tjerë, Parisë Tiranës në fakt, që i reziston çdo shërbiese shtetërore ligjore, vendosja e dënimit me vdekje është një paralajmërim shumë i fortë, sepse është një shërbiesë e fortë nisje me njerëzve. Edhe ai dënim me vdekje duhet vendoset në mënyrë të barabartë për gjithë të i cili kryen krime të dënueshme. Kush do ta japë atë vendim me vdekje? Atë vendim me vdekje do ta japë një gjykatë speciale, një gjykatë e veçantë për krimet e tranzicionit, e cila do të përbahet nga njerëz që do të jenë temëruar për 5 vjet ose për sa doni ju ose 7 vjet, që mandej do të marrin një pension të përjetshëm, por që do të nikqyren nga struktura zgjedhura politike që nuk ndërhyjnë veprimtarinë e tyre. Do të jetë si një komision i pambarë. Edhe atëherë kur të fillojë kjo gjykatë veprojë, nuk është aq zgjidhja e një byroje federale të hetimeve ose tjetra. Zgjidhja këtu është vendosja e ligjit. Edhe vendosja e ligjit i cili është i barabartë për gjithë, edhe askush nuk është më i barabartë se tjerë para ligjit. Atëherë do ta shikonin se si edhe këto njerëz që sot turën e thonë, jo po na kërkon Europa që të mos ta kemi dënimin me vdekje. Jo po nuk mund ta bëjmë të masa ekstreme. Falë një minutë, Europa nuk e ka dënimin me vdekje sepse ka vlera fetare pak më të ndryshme për nesh. Ne këtu na ka dalë llumi për mjuj. Ne kena kriminalat, banditat, hajnat gjithka për miqtetin. Atëherë ne kena kushte më specifike se Europa. Se nëse këto dojnë me bë, pse çka kërkon Europa për tyne, pse nuk e ndrojnë sistemin partijak, pse nuk e ndrojnë ekosistemin ekonomik, pse nuk krijojnë struktura tjera shoqërore, edukative e tjera që të bëjnë atë që ju kërkon Europa. Por kur vjen puna tek drejtësia e vendosja e dënimit me vdekje, këto e kundërshtojnë. Dënimi me vdekje është një masë ekstreme, është një masë drastike, por në rastin tonë, kur ka kaq shumë pak paneshkueshmëri, është e domosdoshme. Ashtu siç është edhe ngritja e një gjykate të veçantë, ashtu siç është edhe ngadalë pastrimi i sistemit gjyqësor nëpërmjet zgjedhjes së prokurorit përgjithshëm, që s'ka nevojë me kenë aqërisë sa me kenë njeri dhe i mençur, vetëm të ketë 13.000 avokatë që janë pa punë, që sillen nga një kafen tjetër dhe kur i thotë çfarë bën avokat. Sa çështje ke mbrojt, asnjë. Edhe kjo është problemi. Edhe një komision i lartë drejtësie, i cili nuk është në gjendje më u vetë pastru, sepse është pjesë e Parisë. Sepse nëse ti si gjykatës ke një pasuri që është 3 milion euro, edhe duke bërë punën e gjykatësit vetëm ke bler 360.000 euro pasuri, kur rrogën e ke pas 250 euro ose 300 euro, lutem shumë. Lutem shumë. Kjo është shenjë e qartë që ti dikun ke vjedh, sepse nuk është se ke 360 euro pasuri, por çdo vit ke shkuar me pushime, fëmijët i ke shkuar shkolla jashtë, shtëpinë e ke ndërtu super luksoze, edhe orën më marr $70.000. Është prit një minutë. Pra, ne na duhet me gjetë mënyrën që këtë strukturë kriminale që na drejton që kontrollon nëpërmjet pjesëtarëve të saj çdo aspekt jetës shoqërore, politike, ekonomike, të fillojmë me thy duke njek atë që tha zotnia më përpara, duke i drejtuar njëri tjetrit, duke i drejtuar duke i shërbyer interesave të popullit, duke fituar besueshmërinë tek njerëzit, sepse kjo luftë fitohet njeri për njeri, zemër për zemër, mendje për mendje. E keqja është kaq e madhe sa është thujse e pamundshme. Ama në të gjitha fushat e jetës në cilat ne mund dhe duhet të insistojmë për fillimin e ndryshimit, është drejtësia. Manej ke strukturat politike partijake, manej ke administrimin e shtetit, ekonominë dhe strukturat tjera politike e shoqërore. A ka mundësi politika dhe drejtësia në të vendosë referendumor pa ndryrjen e qytetarëve? Jo, paritë politike do të bëjnë çdo gjë që munden me mbrojtje interesat e tyre.
parit politike janë si uji, ato do të shtrehen atë sa ju lejohet me ushtrenjë. Do të bëjnë që mundën me banë, në qovë se ka pa ndërshkueshmëri. I vetën në dorë qytetarëve dhe të ndryshime. I metet në dorë qytetarëve. Profesor, Dhe zgjidhja sot është në dorë qytetarëve. edhe diçka. S'kemi pyetje goca. Absolutisht. Profesor, kisha një pyetje, sa i përket dënimit në vdekje që sa ka dhënë atë. Në cilën shkallë do bëhet ky dënim, sepse kemi të dënuar të shumë. Nëse ekziston dënimi me vdekje, atëherë është e njëjta gjë sikur të zbatojmë kanunin e legjuqajçimit. Jo, ideja është e kategorive. Shiko, kanuni njerëzit nuk e kuptojnë kanunin e legjuqajçimit. Ajo që njëhet si kanuni i legjuqajçimit nuk është vetëm lex talionis, nuk është vetëm dënimi me vdekje. Kush e lexon kapitujt ka Është tjetër filozofi. Jo, dënimi me vdekje është një dënim që përdoret edhe funksionon në ato shoqëni të cilat janë tanësisht fragmentarizume, shoqëni në cilat nuk ka vlera morale që janë në gjithë listatë të shoqërisë, në cilin është e nevojshme me përdor frikën që mos me leju njerëzit në vënë pjellë e lirë, edhe pjesë e frikë. Mirë, pyetja është Unë jam reprezentativ nga Gjirokastra, unë dua të falenderoj referuesit që në realizmin e tyre na ngrohen që i mbështet për nga që kishin parë në Facebook, se në Facebook jemi ndjekur, dhe ashtu falenderoj të pjesëmarrësit që kanë mbështetur lëvizjen shqiptare në aktivitet. Ajo që doja të theksonja ishte ndërmarrja e hapave që mund të bëjë organizata shqiptare për të shtrirë rrjetin e saj në gjitha qytetet dhe forma dhe mënyra se si mund të bëhet kjo gjë. Unë më intereson se nëse në çdo qytet të Shqipërisë ka njerëz që mund ta mbështesin televizje dhe këto që tanë këtu, që ne edhe dinim përpara ndaj edhe në mbështetje, ti zgjeroj, ti hapim edhe në të tjera, të gjithë Shqipërisë, që të bëhet një gjë sa më e madhe. Ndërkohë që ajo që theksoj ishte që ne duhet të mbështesim fort edhe historinë dhe të kaluarën tonë, sepse ne në këtë pikë po na godasin gjithë politikat e huaja, gjithë çka i gjashtit. Ne po na mbojnë historinë, po na tjetërsojnë, dhe ne nuk kemi të hapë që të ngrëm njerëzit tanë, të shikojnë tanë që i dinë historinë, të ngrëm na nxjerrin historitë e vërteta reale, po janë ata njerëz që plus hileve të tjera, për edhe këto hilet që sapo thamë. Ndërkohë që për atë të dënimin e vdekje që sapo dëgjuam, çdo gjë është si pasojë e sistemit, do thoshë, sepse nëse sistemi vetë rregullohet dhe gjithë kriminalet që dorën pas 90-s që ishin shumë herë më të tepër se çfarë ishin përpara, mos them që para se ishte para kriminal, dorën vetë nga sistemi, vetë politika e ka mbështetur këta kriminal, kështu që nëse ndihet sistemi i dënimit me vdekje këtu, do dënojnë njerëz që nuk e meritojnë vdekjen. Njerëz që dënojnë politikisht, që stimulojnë të tjerë për të ngacmuar për të shtyrë drejt krimeve, edhe të thonë që po ndryshua sistemi, rregullohet se shqiptari është aq aktiv në moment që të kuptojë se cili është rruga që do të ndjekë, cila është rruga që nuk do të ndjekë, çfarë do të bëjë. Gjithë ata trima që treguan dhe vdekjen njerëz kanë mbështetje nga brava politike. Ta thonë raportet e huaja, më thënë jo, më ajo që perceptojnë. Lidhur me propozimin për vdekjen, mos e kapi thjesht një problem, është një paketë tërë se si mendohet se do bëhet kjo gjë. Ajo që na intereson, edhe të falenderoj që ka ardhur dhe që na ndiqni, dhe kjo është një fitore e jona. Është një fazë e dytë që ne kemi filluar. Unë kuptoj që fjala duket sikur s'ka vlerë, njerëzit do në aksion. Ajo që është bërë për 25 vjet mund të ç'bëhet kaq shpejt. Ne kishim probleme në fillim se askush nuk beson që ne ishim të pastër. Askush nuk beson. Është folur për gjitha shoqëritë shqiptare e vogël. Sepse ajo thotë profesori është e vërtetë, prandaj quhet sistem. Sistemi krijon pseudo shoqata. Sa u krijon Shqiponi, krijon 3-4 shoqata të tjera për na ligujtuar. Por ne e sfiduam këtë gjëra. Dhe sot jemi tek pyetja se pse nuk kapimi në territor. Ne po bëjmë çmosta domun këtë gjë. Ne kemi vendosur të mbetemi të pastër, duke refuzuar paratë që vijnë nga sistemi. Dhe josha që na është bërë. Kemi vështirësi të dalim në po përpiqemi. Por jemi tek ligjërata se sistemi do goditur tek ligjërata. Tek idetë të shtrohet një ligjërat tjetër sot, ka filluar që ligjërata jonë të shtrohet, edhe pse kanë vjetur shumë ligje të tjera, po shtrohet për shembull, qytetarët do të kenë më shumë aksion. Kur ne themi prokurorit të zgjidhet nga populli, nuk ka se do bëhet realisht 100%, por ne japim idenë që këta nuk bëhen më, nuk kanë më zgjidhur, si profesori thotë dënim me vdekje. Do të thotë që këtu në 84% atyre që janë në burg janë të varfër.
Por nuk është problemi se dënimi me vdekje apo jo. Problemi se nuk dënohet fare njeri këtu. Po ne japim mesazhin. Jap mesazhin që nuk bëjmë kompromis me këtë gjë. Prandaj fjala shumë e rëndësishme dhe ligjëratat që ne poshtrojmë. Dua të godasim ligjëratën në botën e simboleve. Ata kanë vjedhur fjalën rilindje për shembull. Se politika bëhet me ide. Ka vjedhur fjalën liri demokraci. Ka vjedhur fjalën ku e diun komb që vodi AKZ-ja. Do të thosh mjaft, nuk thuaj dot se ka vjedhur fjalën mjaft. Ka vjedhur gjithçka. Politika bëhet me ideale. Ne po mundohemi të krijojmë diçka të re pas 25 viteve. Ne do mundohemi të dalim në terren. Ne bëjmë në mënyrë vullnetare. Po kush ka ardhur të shikoni e ka parë se vjen nga 5000 lekë, nga 2000 lekë, njëri ka sjell karriget, njëri sjell diçka, ne po krijojmë diçka që është new, është e re në Shqipëri. Po ne besojmë se mund të bëhet dhe po bëhet. Prandaj ju falenderoj që keni vërtet besim dhe mos shikoni se çfarë do bëjmë ne. Ti tani mendo se si të organizohesh në Gjirokastër. Nuk do krijojmë ne këtë gjë. Nuk funksionon kështu. Në kuptoj skema e mendimit e krijon Tirana zyrtare nga lart e ju do funksiononi. Ne kemi disa parime. Njerëzit lidhen me ideale, me parime. Pastaj mënyra për të funksionuar. Hajdeni në takoni të japim një sens organizimi kësaj gjë. Ne po mundohemi me 100 mënyra për ta vërtetuar gjë. Edhe takimi sot më shkon në këtë drejtim. Që ne japim goditje kësaj ligjërate, po e bëjmë këtu në mes blok, nuk kemi frikë nga këta. Koha e këtyre ka përfunduar. Këta nuk janë më trendi. Këta e kanë çuar shoqërinë dhe ekonominë në disfat. Ekonomia po bie e kokë poshtë, po marrin borxhe për të larë borxhet. Ekonomia shqiptare ka degraduar, nuk ka ekonomi reale, thotë profesor Dash, vërtet nuk ka një industri, s'ka kapital. Nuk ka transparencë kapitalit. Pavarësisht se ka miliarda euro që janë jashtë emigrantëve që mund të kthehen këtu. Dhe kështu shumë e radhë. Prandaj duhet riformatuar projekti nga fillimi, por kjo do punë intelektuale, për të thonë njerëzit që është e mundur një zgjidhje tjetër, se nuk të ngrihet njëri në protestë, ne kemi provuar fatkeqësisht, sepse nuk besojnë akoma. Nuk besojnë akoma tek sensibilizimi. Po profesor, nëse dëshmoj Jo, nuk kam asgjë më shtu, unë jam dakord me atë që ju thatë, vetëm si do të thoya një gjë që organizatat që kërkojnë idetë sado fisnike që t'jenë ato ide vdesin nëse ato ide nuk lidhen me brenda. Sepse një organizat jeton edhe fuqizohet vetëm duke dhënë duke marrë me njerëzit. Duhet me e kuptu që nëse doni me fitu zemrat e popullit, nuk keni me kenë ato që ju thishni. Keni me kenë ato që ju jepni besim, ato njerëz tek cilët njerëzit mund të mbështeten, ato gjime vajzat që ato kanë me pas nevoja shpeshherë dhe mundane, ku me gjetë një avokat, si me zgjidh një problem, se nuk vjen tjetër me të dhënë besimin vetëm për idealet e narta. Sa do të nartat jenë ato ideale, ti ke nevojë për mbështetjen e njerëzve që kanë problem bukën e ditës, delej tjetri dhe varet se nuk ka dritë. Këto shkojnë e lidhin dritat, mos i ka vetë. Pra, kuptojeni se këtu duhet gjeni një simbiozë ndërmjet ideve që keni edhe aksioni. Edhe njerëzit do t'ju shohin si liderë, si udhëheqës, në qoftë se shohin që ju jeni aty jo thjesht për të marrë lëvdata respekt, po jeni me ju shërby sepse i doni me të vërtetë. Populli thjesht ka me kuptu edhe pa hap gojen ju, pa hap gojen fare, nëse ju e bani këtë punë sepse e doni popullin, apo sepse doni me kënë dikush, apo sepse thjesht doni me ju kundërvëllu Paris Tiranës. Ky është problemi. Pra nëse e doni popullin, atëherë do të keni sukses. Shumë organizatë do të dështojnë, edhe kjo organizatë uroj që të ketë suksesin më të mirë, por ndoshta nuk ka me kënë moduli i duhun, por një gjë manime. Kjo është kundra në cilën fraktojnë aktivistët politikë të nesërmens. Sepse është kjo përballje me hallet e njerëzve të popullit, shoqënisë së tjera. Shoqënia nuk ndryshon vetëm me ideale, shoqënia ndryshon me jetën e përditshme. Ma të vajzën që e ngacmon ai banditi e do me me trafiku, ati banditi duhet me gjetë gjuhën. Ma të fshatarin që ka nevojë e nuk din që me ban, atë duhet me animu. Me tjetrin, vetëm kur njerëzit fillojnë t'ju shohin si njerëz që doni me ju ban aty në mirë, atëherë kanë ju dashur. Atëherë kanë me njek, atëherë keni mu ban lider, sepse nuk banesh lider duke udhëheq, banesh lider duke njek tjerë. Kështu kisha thamë. Unë ju, po, hajde, zana, ja? Hajde, se ty ta më janë. Pyetja ime është në lidhje me ne jemi foku për 3 milion vetash, nëse besojmë të sensu si fundit, dhe na duhet një treg më i madh. Për të esur në Ballkan dhe për të pasur një rivalitet midis kombeve të tjera, që kemi serbët ose slavët, kemi dhe grekët, na duhet një geopolitik e bashkimit ekonomik
Shqipëri-Kosovë. Sa mendoni dhe si mendoni për futjen e lekut si monedhë zyrtare në Kosovë dhe si mendoni për lëvizjen e lirë të kapitalit dhe të pasurive plus dhe doganat? Shumë pyetje në sot tregtia me Kosovën nuk i ka lënë 6 milionë euro. Është një shifër qesharake. Tregtia e Kosovës me Serbinë është 50% e volumit tregtar të Kosovës. Është i problemi jonë është jo vetëm thjesht futja e lekut ose ajo, është problemi i kësaj lufte sistematike që bën paria Tiranës me ndaj jugun, me veriun, Shqipërinë, me Kosovën, Iliridën e tjerë, sepse siç e bani kryeministri dje, është e vetmja mënyrë që këto kanë me nejnë pushtet për çaje sunat. Ajo që ne na duhet me ba është kjo. Ne na duhet me fillu me i pa shqiptarë si shqiptarë, me kuptu që ka një logjike ekonomike, politike, shoqërore edhe kulturore që na bën gjithë me gen bashkë. Ai nga Lushnja, ai nga Saranda, ai nga Çamëria, ai nga Tetova, nga Tuzja, Mitrovica, nuk ka rëndësi shqiptarje. Ajo që na lidh ne janë gjuha dhe dija të pasunit, njëjtën etni, historia, etj. Kur ne të mërrim me konsolidu këtë lloj vendije dhe me ba hegemonike parësore, atëherë edhe problemet e tjera kanë u zgjidh. Por sot për sot, shtymja e kthimit lekut si monedhë e tjera janë iniciativa dobishme. Ajo është një hap përpara drejt qartësimit situatës edhe në Kosovë, edhe të krijimit një zone ekonomike shqiptare që do t'i ngjante një tregë të përbashkët të tjera. Por shohim. Ti shtoj një pyetje, A bojnë pyetjen e fundit se mund duhet të kam edhe ta kem. Ju kërkoj njes, kisha dashur të na rrugë shumë atë për kohë. Po e bojnë fikse pyetjen e fundit edhe mbyllim. Ideja është kjo. Duke marrë parasysh situatën ku ndjen në Shqipëria sot, ne po shikojmë për rreth se po albitin disa ide për radikalizma, ku janë radikalizmat e mëdha. Duke qenë se në Shqipëri ka një varfëri totalisht ekstreme, normalisht për shembull aty ku ka vakum, aty përfitojnë edhe ideologjitë, këta ka treguar historia. Ne po shikojmë në Amerikë sot, nga krizë, nga problemet, përfitojnë dikush që është racist. Edhe në Shqipëri ka disa lëvizje dhe nisme të tilla këtu në Shqipëri, që kanë filluar tani, dhe mendojnë, domethënë, që quajnë vetëm radikalizëm ai tij. Sa mendoni se ju se mund të intervenojë një ideologji re në kushte shqiptare? 45 vjet në Shqipëri ka sunu një shtet i cili i ka trajtuar shqiptarët si barabartë, dhe ky është një ndër vendet ku indoktrinimi ka qenë më i lartë se gjithkund tjetër, por mos harroj që gjatë këtyre 25 vite tranzicion, njerëzit kanë humbur shumë prej njerëzit e dinjitetit. Tash ajo periudhë që për dikën ka qenë periudhë shfrytëzimit e vujtit e tjerë, për dikën është bërë periudha më e mirë e shtyni, sepse baba ka qenë drejtor, nëna ka qenë mësuese, ndërsa sot janë gjithë pa punë. Edhe këto njerëz nuk bëhen të majtë sepse besojnë një idetë e ndërrotës së saj, por sepse edhe në kushtet tona kemi një territor, kemi një tokë që është me të vërtetë e pleshme për ide të tilla. Njerëzit e pranojnë, e shohin, edhe kanë shumë më të lehtë me u koordinu njëri me tjetrin nëpërmjet ideologjive të majta, se sa ideologjive kontradiktoriste këtu, edhe këtu në Tiranë. Kështu që është e pritshme, është problematike, sepse nuk është ajo ideologji që na shërben ne, ashtu siç nuk është feja ideologjia që na shërben ne, ashtu siç nuk janë ideologji ekstreme të çfarëdo lloji. Lufta jonë bëhet që të kemi këtë sinergji ndërmjet shtetit edhe kombit, ndërtojmë shtet kombit, edhe manena çdo ide e shtet kombit ka elementet barazisë shoqërore. Që në qoftë do të më quajt majta janë të majta, se do të kesh, nuk mund ta lësh shqiptarin me diçka të rrugën. Do të jepish bukë, do të jepish shkollë, do të jepish mbrojtje shoqërore. Ideja ime që ndronte tek frika një fundamentalizmi të ri, i cili mund të intervenohet në terma demokratik. Kjo është do të ketë mund të na shoqënit ka pas kthime gjithmonë, ka qenë Napoleoni, domethënë 50 vjet më vonë erdhi një pitiu pa perandori i Francës. Ose tjetri, ideologjitë kthehen, strukturat shoqërore janë shumë të forta, mos harro që këto njerëz janë të lidhur me martesa, me kryshësi, me farefisni, vinë nga të njëjtat katune, kanë të njëjtat konvikte, kanë lidhje shpeshherë kaq të forta e të padukshme që të habisin. Ama detyra është që me punu me gjithë kanë veçmas, një nga një. Edhe ai që e ka vullnetin me e shtyn çështjen nga majta, kur ta shohin se ndërtimin e shtet kombit do të realizohet një pjesë e programit të tij që është e pranueshme për gjithë,
edhe ai ka me të një ty deri në pikë. Mandej na do të filloj debati, po kështu zhvillohen eci përpara gjithë shoqërisë. Fiks fare, pra zgjidhja do të jetë përpara. Po. Jo me nostalgji nga mbrapa, se dikush do zogën, ka akoma që do në turkun, duan në verë. Zgjidhja është para, popujt iluminist shikojnë zgjidhjen para. Pra një lloj spirale to the top. Si thot profesori Grboniku, ku shek nga armja s'ka ko me pa nga shkumja. Ata që shohin nga shkumja mesin shkumja. Nuk është gjë e keqe me kanë idealist. Me kanë idealist do të thonë me kanë dikush i cili dëshiron përmirësimin e gjendjes një populli në mënyrën e vet ideale. Po ideale është e pamrishme. Amaja që ndodh është kjo që gjatë procesit në ndryshimit të arritjes së asaj ideale, ti ke dhënë një kontribut në përmirësimin e gjendjes popullit tanë. Edhe unë jam idealist, unë jam shumë idealist, në që s'kisha ardhur me folë me ju, por nuk jam utopik. Edhe unë e kuptoj ku janë kufite, ku janë narkesat e tjera. Amaja që them është kjo që nëse gjithsecili prej nesh jep një kontribut me përmirësu gjendjen e këtij populli në drejtim që duhet ishte drejtimi ideales, gjendja tonë ka më bë më mirë. Do të jetë më mirë se sot. E nesër, shpresojmë, më mirë se sot, e nesër e ditë tjera edhe më mirë duke u bërë. Prandaj na mos u friksoni nga këto etiketa vula që ju vjen, idealist, utopik e këto. Bota është ndërtuar për idealistëve. Edhe është shkatërruar për njerëzve që kanë materialista. Kështu që Profesor, faleminderit. Mirë, do të falenderoj.